Çka nëse arrihet çka kemi ambicit? Po ju po paragjykoni me pyetje. Pozicionet përcaktuar në lidhje me Rusisë para se më shkon ta kemi, jo mas se gjatë kryetari. Kërkesat politike nuk trajtohen me procedura, por me që ka normativa edhe rregullon mënyrën e sjelljes së organizimit tonë, ne e respektojmë deri në fund. Kështu që unë mendoj që në dy binar do të vazhdohet më punu. Binari i parë është shqyrtimi i kërkesës të nënshkruarve që janë delegat përfaqësues të elektoratit LDK-s, dhe binari i dytë është kryetari i LDK-s ose zyre me autorizimet plota me menaxhu këto procese politike sipas kërkesës. Kërkesa është procedurale, proceduralisht do të trajtohen. Ato që janë politike, politikisht do t'i trajtojmë bashkërisht. Është trajtuar proceduralisht sekretariati e trajton sipas normave të brendshme politike. Unë besoj që është çështje që statuti i LDK-s i ka të rregulluar dhe LDK-a din me vetë menaxhu këtë proces politik në cilën ne do dalim ma mirë përfundimisht. Çka nëse arrihet çka kemi ambicit Po ju po paragjykoni me pyetje. Gjithë më herët do kemi pas mbledhjen e Kërcisë. Pozicionet përcaktuar në lidhje me Rusisë para se më shkon ta kemi, jo mas se gjatë kryetari. Ashtu t'jap dëgji komplet në emër të gjithë deputetëve të LDK-s.